Me një shprehje serioze në fytyrë, ai afrohet disa prej banorëve dhe u thot me ton të rënd, nuk mund të qëndroj më këtu. Kjo shtëpi nuk është për mua. Më ka ardhur në maj të hundës gjithçka. Kam vendosur të largohem. Banorët e shikojnë të habitur, disa nuk e besojnë menjëherë, ndërsa të tjerë fillojnë të shqetësohen. Gjesti, a je i sigurt? Po e mendon mirë këtë? E pyet një prej tyre, ndërsa një tjetër shton, mos e merr këtë vendim me nxitim, mbase po flet nga inati. Por Gjesti luan rolin e tij me mjeshtëri. Ai lëviz nëpër shtëpi, mbledh disa nga gjërat e tij, i vendos në një çantë dhe fillon të lërë përshtypjen se është vërtet gati të largohet. Banorët e shohin me sy të mëdhenj, disa përpiqen ta ndalojnë, të tjerë ndoshta në heshtje janë të kënaqur me këtë vendim, pasi krijon një atmosferë dramatike. Gjesti shfrytëzon një moment kur të gjithë janë të hutuar dhe papritur zhduket. Ai futet në një nga dollapët ose ndonjë vend të fshehtë brenda shtëpisë, duke pritur se si do të reagojnë të tjerët. Paniku fillon të përhapet mes banorëve. A është larguar me të vërtetë? Pyet njëri me dyshim. Po sikur të ketë dalë fshehur azi nga dera. Nuk e kemi parë, thot një tjetër. Disa banorë fillojnë ta kërkojnë nëpër dhoma, të tjerë diskutojnë nëse ai vërtet e kishte seriozisht apo thjesht po bënte një nga lojrat e tij të zakonshme. Situata bëhet edhe më dramatike kur disa prej tyre fillojnë të ndihen fajtor, duke menduar se ndoshta debatet dhe sjellja e tyre e kanë shtyrë Gjestin të marrë këtë vendim ekstrem. Pasi lë banorët të zhyten në mendime dhe të krijojnë teori të ndryshme për largimin e tij, Gjesti, me një buzëqeshje të madhe në fytyrë, del papritur nga vendi ku ishte fshehur dhe bërtet, surprizë. Ju besuat vërtet që do largohesha? Ju jeni më naiv nga sa mendoja. Banorët shpërthejnë në reagime të ndryshme, disa qeshin me lehtësim, të tjerë acarohet dhe i thonë se nuk ishte as pak shaka e bukur. Gjesti, ti je i padurueshëm, thërret dikush me nervozizëm, ndërsa një tjetër i. Gjesti dhe Rozana gjenden në kuzhinë, ku tensioni mes tyre fillon të rritet me çdo fjalë të shkëmbyer. Rozana, e acaruar nga sjellja e Gjestit ndaj Eglit, nuk mund të përmbahet më dhe e përball atë drejt për drejt. Gjesti, më duket e pabesueshme si e trajton Eglin. Nuk lodhesh duke e tallur dhe duke e bërë të ndihet keq? Nuk ke fare ndërgjegje? I thot ajo me një ton të ashpër. Gjesti qesh me përbuzje dhe e shikon Rozanën drejt në sy. Ai ngre duart sikur të mos e kuptonte pse ajo po ndërhyn në këtë çështje. E po, më fal, por çfarë të duhet ty në këtë histori? Ja kthen ai me një ton të ftohtë. Edhe sikur unë të tallem me Eglin nga mëngjesi deri në darkë, nuk është puna jote. Pse e ndjen nevojën të futesh aty ku nuk të takon? Rozana tund kokën, e irrituar nga përgjigjja e tij. Nuk është puna ime. Po ajo është një njeri që po lëndohet. E shoh çdo ditë si ndihet keq nga fjalët dhe sjelljet e tua. Ti thjesht po e përdor dhe po e poshtëron para të gjithëve. Dhe unë nuk do të rri duar kryq duke parë këtë gjë. Gjesti buzëqesh ironikisht dhe afrohet pak më shumë. Oh, sa dramatike je bërë. Unë nuk po e përdor askën, Rozana. Egli vet ka zgjedhur të sillet kështu. Unë ja kam bërë të qartë disa herë që nuk ka asgjë mes nesh, por ajo vazhdon. Çfarë do që të bëj unë? Të ndaloj së jetuari vetëm sepse asaj nuk i pëlqen realiteti? Rozana, tashmë edhe më e nervozuar, e shikon me zemërim dhe e pret me një replik të fortë. Ti e di shumë mirë që ajo ka ndjenja për ty dhe ti e luan këtë lojë për të mbajtur vëmendjen mbi vete. E manipulon dhe e tall në mënyrën më të ulët të mundshme. Një burr i vërtet nuk sillet kështu. Gjesti kthehet nga banorët e tjerë që po dëgjojnë debatin dhe qesh, sikur të mos i interesonte as pak ajo që po ndodhte. Rozana, ndoshta duhet të merresh me jetën tënde dhe jo me të tjerët. Nuk je as nëna, as mbrojtësja e Eglit. Nëse ajo ka një problem me mua, mund ta thot vetë. Nuk ka nevojë për një avokate të dështuar si ty. Rozana e shikon e shokuar dhe tund kokën në shgënjim. Ti je thjesht një njeri pa ndjenja, Gjesti. Një ditë do ta kuptosh që po luan me ndjenjat e njerëzve dhe do ta paguash për këtë. Gjesti buzëqesh me vetbesim dhe kthehet për t'u larguar, duke e lënë Rozanën ende të acaruar nga mënyra e tij e papërgjegjshme dhe e ftohtë.
Egli dhe Vserlo janë përfshirë në një debat të nxehtë, tensioni ndërmjet tyre duket i qartë dhe gjithçka po shpien në një konfrontim të plotë. Egli, duke e ndjerë se duhet të reagoj, i drejton fjalët e tij ndaj Vserlos, të cilin e akuzon për hipokrizi dhe sjellje të paudhë. Vserlo, ti s'ke fytyrë për asgjë. Po bën sikur je më i miri këtu, por në realitet po maskohesh për një botë që nuk je. Ke aq shumë hipokrizi dhe asnjëherë nuk ke pasur guximin të jesh i sinqert me vetveten dhe me të tjerët. Ti je burr që përpiqesh të tregosh një imazh të fortë, por brenda je një njeri që s'ka asnjë karakter. Tha Egli, duke i drejtuar një shikim të mprejtë dhe të mbushur me inat. Fjalët e Eglit janë të ashpra dhe duken të mbushura me frustrim. Ai nuk mund ta duronte më këtë situatë, dhe gjithçka që kishte në mendje, ai vendosi ta thoshte me forcë. Vserlo, i cili po përpiqet të mbajë një pamje të qetë, reagoi me një buzëqeshje cinike, por brenda tij diçka po ndizte. Çfarë po thua, Egli? A të shohun ty, që shpesh herë dukesh se po e luan këtë lojë si të ishte një shaka? Ti s'ke asnjë të drejtë të më akuzosh për asgjë. Përgjigjet Vserlo, i cili duket se po fshin çdo ndjesi të turpit dhe është gati të përballet me çdo akuzë që i drejtohet, por Egli nuk ndalet. Fjalët e tij janë të shkarkuara nga një frustrim që ka mbajtur për një kohë të gjatë. Ai e shikon Vserlon dhe i thot, po, ti je burr që pëlqen burrat, Vserlo. E di që po përpiqesh të fshehesh atë që je dhe po përpiqesh të imponohesh si dikush që nuk je. Nuk ka asgjë të keqe që të jesh vetvetja, por ti po jeton një gënjeshtër që të bën të dukesh si dikush që është i gatshëm të tradhtojë dhe të mashtrojë të tjerët vetëm për të fshehur të vërtetën. Kjo goditje e fortë i jep një tjetër dimension debatit, duke i shtuar tensionin dhe duke nxjerrë në pa ndjesinë e thellë të hakmarrjes dhe pasigurisë që Egli ndjen ndaj Vserlos. Fjalët e tij janë të prerë dhe plot ngarkesë emocionale, dhe asnjë nga të dy nuk është gati të heqë dorë. Vserlo, duke ndjerë një fare tronditje nga fjalët e Eglit, tenton të mbajë kontrollin, por brenda tij, ndjenjat janë gjithnjë e më të ndërlikuara. Egli, më dëgjo. Nuk ke të drejtë të më akuzosh për gjëra që nuk janë të vërteta. Po përpiqesh të më njollosësh pa arsye, por nuk është kështu. Çdo njeri ka të drejtën e tij për zgjedhje dhe nuk është për të shitur veten. Flet Vserlo me një ton të ashpër, duke u munduar të mbrojë veten, por Egli, duke mos e duruar më këtë situatë, i përgjigjet me një të qeshur të hidhur, për sa kohë që je duke jetuar një gënjeshtër, do të vazhdosh të jesh i humbur. Dhe kjo është pikërisht ajo që më shqetëson. Ti po e shet vetveten për të pasur më shumë pushtet, dhe kjo është diçka që nuk mund ta fal. Debati i tyre bëhet gjithnjë e më i fortë, duke treguar se sa i thellë është konflikti dhe sa shumë ndikojnë fjalët që thuhen në mënyrën se si ata perceptojnë njëri tjetrin. Vserlo dhe Egli janë duke diskutuar në një kënd të dhomës, duke e ndjerë tensionin që po rritet me çdo fjalë të thënë. Vserlo, me një shikim të mbushur me zemërim, e drejton fjalën drejt Eglit, duke u munduar të shpjegojë mendimin e tij për atë që po ndodh. Egli, duhet të kuptosh që po e humb respektin për veten. Ajo që po bëjnë është një tallje, dhe ti po e lejon atë. Nuk mund të besoj që je duke i dhënë gjithë këtë mundësi gjestit, duke u përdorur si një lodër për argëtimin e tij. Ti po e trajton veten si diçka që nuk ka asnjë vlerë. Kur do të kuptosh se ke nevojë për më shumë? Egli, e cila ka filluar të ndihet gjithnjë e më shumë e shqetësuar nga ato që po dëgjon, përpiqet të mbajë qetësinë, por nuk mund të shmangë emocionet që po ndodhin brenda saj. Fjalët e Vserlos kanë lënë një shenjë të thellë dhe ndjehet si një goditje në ndjenjat e saj. Por ajo nuk mund të qëndrojë pa reaguar. Çfarë po thua, Vserlo? Pse e mendon këtë? Ti nuk e kupton se nuk është gjithçka ashtu siç duket. Nuk është e lehtë të marrësh vendime dhe ndonjëherë ndodhin gabime. Po, ndoshta kam besuar dikë që nuk e meriton, por kjo nuk do të thotë që nuk kam respekt për veten. Vserlo nuk është i bindur nga përgjigjja e saj dhe vazhdon të insistojë. Ai e sheh këtë si një mundësi për të treguar se sa e paqartë është situata dhe si mund të ndikojë negativisht në të ardhmen e Eglit. Po, Egli, të gjithë gabojmë, por ti je duke e lejuar këtë lojë të tij të vazhdojë. Po e përdor si një instrument për të mbajtur mendjen e tij të argëtuar, dhe ti po lejon që kjo të përfshijë. Nuk mund të ndodhë që një grua të mos mbrojë veten dhe të pranojë çdo gjë që i ofrohet, sidomos kur kjo përfshin manipulime dhe lojra mendore. A e shikon se çfarë po ndodh?
Fjalët e Vserlos fillojnë të prekin ndjenjat e Eglit dhe ajo e ndjen se duhet të reagojë, edhe pse ajo është e pasigurt për mënyrën se si duhet të sillet në këtë situatë. Ajo ngadalë ul kokën, e cila tashmë është mbushur me mendime të ndryshme, mund të kesh të drejtë për disa gjëra, por nuk mund të ndryshojë gjithçka brenda natës. Nuk është aq e lehtë sa duket. Po ndjehem e humbur, por kjo nuk do të thotë që nuk do të arrijë ndonjëherë të dal nga ky labirint. Unë nuk jam vetëm dhe kam ende shpresa. Vserlo, duke e parë si një mundësi për ta ndihmuar, e përpiqet të qetësojë duke i folur me një ton më të ngrohtë, por ende të qartë, e di që është e vështirë, Egli. Të gjithë kalojmë përmes momenteve të vështira dhe gabimeve, por duhet të mbash kokën lart. Ndoshta është koha që të mendosh për veten tënde dhe të bësh atë që është e duhura për ty përdoruesit si gjesti, nuk meritojnë asgjë nga ju. Nuk është e drejtë që të bësh kompromis me vlerat e tua për dikë që nuk është i sinqert. Egli është më e qetësuar tani, por ende mban një ndjenjë të pasigurisë. Ajo e di që ka shumë për të mësuar, por fjalët e Vserlos i japin një këndvështrim të ri dhe një ndihmë për të reflektuar më shumë mbi veprimet e saj dhe zgjedhjet që duhet të bëjë në të ardhmen. Egli nuk mund ta mbajë më brenda dhimbjen që ndjen. Me sytë e mbushur me lot, ajo i drejtohet Danjës, e cila e vështron me shqetësim. Lotët fillojnë t'i rrjedhin faqeve dhe ajo nuk përpiqet më t'i fshehë. Me një zë të dridhur, Egli i thotë, "Nuk mundem më, Danja. Nuk ndihem mirë fare. Gjesti po më trajton shumë keq dhe unë nuk e kuptoj pse po e lejoj ta bëj këtë me mua." Danja e shikon me keqardhje, duke i vendosur dorën mbi shpatull në një përpjekje për ta qetësuar. Ajo e kishte parë që Egli po vuante, por tani që e dëgjon ta pranoj hapur, ndjen një dhimbje të madhe për shoqen e saj. Egli, e dija që nuk ishe mirë, por nuk e kuptoja që po ndiheshe kaq keq, i thot Danja butësisht. Ti nuk e meriton këtë. Nuk meriton të ndihesh kështu për dikë që nuk të respekton. Egli tund kokën, duke fshirë lotët, por të tjerë i mbushin sytë me njëherë. E di që nuk e meritoj, por nuk e di çfarë të bëj. Ai më afron kur i leverdis, më thot fjalë të bukura dhe më bën të besoj që ka diçka mes nesh dhe pastaj, sa po e arrin atë që do, më lë më njan, më injoron sikur nuk ekzistoj. Ndihem si një lodër për të, si një vegël që ai e përdor për lojën e tij. Danja shtrëngon duart e saj, e zemëruar me mënyrën se si gjesti po e trajton Eglin. Kjo është shumë e padrejtë, Egli. Nuk mund ta lejosh më. Ai po luan me ndjenjat e tua dhe ti nuk je këtu për të bërë pjesë e lojës së tij. Nuk e sheh që ai nuk të vlerëson? Egli e ul kokën, duke thithur thellë ajrin mes lodhëve. Po, e shoh. Por nuk e di pse është kaq e vështirë për mua të largohem prej tij. Ndonjëherë ndjej sikur kam nevojë për të, sikur më bën të ndihem e rëndësishme, edhe pse e di që nuk është e vërtetë. Kam frikë se po e lë të më shkatërroj emocionalisht. Danja e përqafon fort, duke dashur t'i jap forcë. Egli, ti je shumë më e fortë se ç'mendon. Ti ke vlerë, ke dinjitet dhe nuk ke pse ta lejosh askënd të trajtojë kështu. Të duhet të gjesh forcën për ta larguar nga jeta jote, përndryshe do të vazhdosh të vuash. Premtoma që do e mendosh seriozisht. Egli mbështet kokën mbi shpatullën e Danjës, duke ndjerë për herë të parë një lloj qetësie mes kaosit që po kalonte. Ajo nuk ishte e vetme. Dikush kujdesej për të. Por pyetja e madhe ishte, a do të gjente forcën për ta lënë pas gjestin dhe për të dalë nga ky rreth toksik? Danja, e shqetësuar për Eglin, e merr atë mënjan për një bisedë serioze. Ajo ka vënë re se Egli po kalon një periudhë të vështirë për shkak të sjelljes së gjestit dhe nuk mund të qëndrojë indiferente. Me një ton të butë, por të vendosur, ajo fillon të flasë. Egli, më dëgjo mirë. Unë nuk dua të shoh duke vuajtur për dikë që nuk të vlerëson. Gjesti nuk të trajton siç e meriton, ai po të përdor dhe ti po e lejon këtë. Çdo ditë dhe më shumë të shoh të mërzitur, të shqetësuar dhe të lënduar, dhe kjo nuk është ajo që ti meriton. Egli ul syt, duke mos ditur si të përgjigjet menjëherë. Ajo e di që Danja ka të drejtë, por ndjenjat e saj për gjestin e bëjnë të vështirë që ta pranojë. Danja vazhdon me tone më të ashpra, ai po të manipulon, Egli.
E di që ti e do, por duhet të kuptosh që ai nuk është i sinqert me ty, ai të trajton mirë kur i duhet, pastaj të lë mënjan kur nuk i duhesh më. A nuk e ke vënë re si sillet me të tjerët, si luan lojën e tij pa u menduar 2 herë? E glip shërtin dhe më në fund flet. E di që ndonjëherë më bën të ndihem keq, por nuk mund të harroj gjithçka ka ndodhur mes nesh. Unë ende shpresoj që ai të ndryshoj, që të më trajtoj ndryshe. Danja tun kokën e shgënjur. Po për sa kohë do të presësh? Ai nuk do ndryshoj, Egli. Ai e ka treguar kush është. Dhe e vetmja gjë që po bën është që po të shkatëron emocionalisht. Të paktën respekto veten mjaftueshëm për ta lënë pas këtë histori. Ti nuk ke nevojë për dikë që të bën të ndihesh kështu. Egli duket e lëkundur. Ajo e di që Danja e këshillon për të mirën e saj, por ndjenjat e saj për gjestin e bëjnë vendimin të vështirë. Danja vendos ta shtyjë më tej, më premto që do e mendosh seriozisht. Nuk dua të shoh të lënduar çdo ditë. Ti je shumë më shumë se sa një vajzë që pret vëmendjen e një djali që nuk e meriton. Largoje gjestin nga jeta jote dhe jeto për veten, jo për të. Egli e shikon me sy të përlotur, e prekur nga fjalët e Danjës. Ajo e di që shoqja e saj ka të drejtë, por pyetja e madhe është, a do të ketë forcën ta lërë gjestin pas një herë për gjithmonë? Gerta dhe Gjesti përfshihen në një debat të ashpër, që fillon me disa komente ironike, por shumë shpejt kthehet në një përplasje serioze. Gerta, e cila është e lodhur nga sjellja e Gjestit ndaj Eglit, nuk mund të përmbahet më dhe i drejtohet me ton të ashpër. Ti e ke përdorur Eglin si leck, e ke shkelur me këmbë, e ke bërë të ndihet keq dhe ajo prapë të beson. Nuk e kuptoj si mundet ajo të jetë ende pas teje. Thot ajo me nervozizëm, duke tundur kokën me shgënjim. Gjesti, që nuk e ka problem të përfshihet në debate, e shikon Gertën me ironi dhe e kundërshton menjëherë. Po ti pse të djeg kaq shumë? Pse të duhet të fusësh hundët mes meje dhe Eglit? Ne e dim vetë çfarë bëjmë. Gerta qesh me ironi dhe përplas duart me nervozizëm. Po se më vjen keq për të, ore. Ajo po vdes për ty dhe ti e shkel në çdo moment, e gënjen, e manipulon dhe ajo prapë beson budalliqet e tua. Ti nuk je burr i fjalës, je një lojtar i ndyrë. Banorët e tjerë fillojnë të ndjekin debatin, disa prej tyre të habitur nga intensiteti i tij. Egli, që ndodhet aty pranë, duket të shqetësuar dhe nuk di si të reagojë. Ajo i hedh një vështrim të hutuar Gjestit, ndërkohë që ai vazhdon të mbrohet. Gerta, shiko punët e tua dhe mos më jep leksione. I thot ai me një buzëqeshje tallse. Unë e di çfarë bëj dhe nëse Egli më beson, atëherë është puna jonë. Gerta acarohet akoma më shumë dhe i afrohet, duke i treguar me gisht. Po normal që të beson, se ti je mjeshtër për të mashtruar. Por një ditë do të hapen letrat dhe do të dalë në pa kush je vërtet. Edhe Egli do e kuptoj më në fund. Gjesti përpiqet të duket i qetë, por në fytyrën e tij dallohet një nervozizëm i lehtë. Egli duket gjithnjë më e mërzitur, ndërsa banorët vazhdojnë të dëgjojnë me kurreshtje. Duket se ky debat nuk do të përfundojë këtu dhe tensioni mes tyre vetëm sapo rritet. Gjesti dhe Gerta përfshihen në një debat të ashpër, i cili nis fillimisht me disa komente ironike, por shpejt shndërrohet në një përplasje të vërtetë mes tyre. Gjesti, i irrituar nga sjellja e Gertës, e akuzon atë se po përpiqet ta nxjerrë keq para banorëve dhe para publikut. Ti je një budallaqe dhe një njeri i shpifur, i thot ai me nervozizëm, duke e parë drejtë në sy. Gjithë kohën vetëm merresh me mua, vetëm përpiqesh të më ulësh para të tjerëve. Çfarë drejqin ke me mua? Gerta, e cila nuk është tipi që tërhiqet nga debatet, nuk e lë këtë akuzë të kalojë pa reaguar. Ajo përplas duart dhe i përgjigjet me një ton sfidues, po të nxjerr keq. Ti e nxjerr veten keq, o Gjesti. Mos mendo se je më i zgjuari këtu brenda. E dim të gjithë çfarë loje bën. Banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë debatin me kurreshtje. Disa mundohen të ndërhyjnë për t'i qetësuar, por situata vetëm sa përshkallëzohet. Gjesti qesh me ironi dhe tund kokën. Ti nuk ke asgjë tjetër për të bërë, vetëm të merresh me mua. Loj e ulët, Gerta, loj shumë e ulët. Gerta nuk dorëzohet dhe i afrohet me gishtin tregues drejtuar nga ai.
Unë të paktën jam e drejt për drejt dhe nuk bëj lojë të dy fish si ti. Po të gjithë e kanë kuptuar se çfarë personi je. Debati vijon për disa minuta me të dy duke ngritur zërin, ndërsa pjesa tjetër e shtëpisë pret të shohë se kush do ta ketë fjalën e fundit. Tensioni është i lartë dhe duket se ky konflikt nuk do të marrë fund kaq lehtë. Ishte një mbrëmje e tensionuar në shtëpinë e Big Brother dhe si gjithmonë, debatet mes Gjesti dhe Eglit nuk mungonin. Ata kishin kaluar disa ditë me tension mes tyre, por këtë herë situata eskaloi edhe më shumë. Gjesti, i nervozuar nga diçka që Egli kishte thënë më parë, u afrua tek ajo me një qëndrim plot ironi. Egli, e cila tashmë e njihte mirë sjelljen e tij, e kuptoi se diçka nuk shkonte. Pse më shikon ashtu? E pyeti ajo me dyshim. Gjesti u afrua edhe më shumë dhe nisi ta shikonte nga koka te këmbët me një vështrim kritik. Pastaj, pa pritur, ai e lëshoi një koment që e bëri Eglin të hapte syt me habi dhe zemërim. Hiqi qimet se ma shpife. Nuk mund të qëndroj pranë teje kështu, më dukesh si burr. I tha ai me një ton të prerë dhe plot për çmim. Egli mbeti për një moment të shtangur, duke mos besuar atë që sapo dëgjoi. Banorët e tjerë, të cilët ishin aty pranë, ndaluan bisedat e tyre dhe kthyen kokën drejt tyre, duke pritur reagimin e saj. Ajo nuk mund ta besonte që Gjesti, me të cilin kishte kaluar kaq shumë kohë në shtëpi, po i fliste në atë mënyrë. Zemërimi ju ngjit menjëherë në fytyrë dhe nuk vonoi të reagonte. Ti je komplet pa edukat. Kush të jep të drejtën të më flasësh kështu? Unë nuk kam nevojë të ndryshoj për ty apo për askën tjetër. I tha ajo, tashmë e acaruar. Gjesti, ende duke qeshur me cinizëm, ngriti supët sikur nuk i interesonte fare. Unë thjesht po them të vërtetën. Nuk është faji im që dukesh kështu siç dukesh. Egli u ngrit në këmbë, duke mos duruar më, dhe i afrohet atij duke e shikuar drejt në sy. Ti mendon se je perfekt? Se mund të tallesh me këdo dhe të dalësh gjithmonë i lar? E ke gabim. Sepse një ditë, sjellja jote e shëmtuar do të dalë kundër. Banorët fillojnë të murmurisnin mes tyre, disa duke qeshur me situatën, të tjerë duke u ndjerë të shqetësuar për mënyrën se si po sillej Gjesti. Por ai, pa e vrarë mendjen për fjalët e Eglit, vetëm pshërtiu dhe u kthye për t'u larguar. Bëj ç'të duash, Egli. Por unë po të them se nuk mund të qëndroj pranë teje ashtu. Është thjesht neveritëse. Egli, tashmë e mbushur me inat, i bëri një shenjë me dorë, duke i treguar që të largohej. Shporu, Gjesti. Nuk dua as të shoh me sy. Ai qeshi dhe u largua, ndërsa Egli, edhe pse e lënduar, vendosi të mos e linte këtë situatë pa një hakmarrje të merituar. Në shtëpinë e Big Brother, asgjë nuk harrohet lehtë.